Në qytetin e Vlorës operojnë aktualisht 2 linja të transportit urban, ajo shtetërore dhe ajo private kontraktuar nga Bashkia e Vlorës. Edhe pse këtu e një vit më parë u premtua se kjo linjë re urbane do të synonte të përmirësonte shërbimin, duket se edhe pas një viti problematikat janë ende prezente. Nëse i referohemi urbanit që bën linjën e re atë të rrugës Transballkanike, do të vërejmë se përgjatë këtij aksi nuk ka asnjë stacion të vetëm, duke bërë që të gjithë pasagjerët të cilët do të duan të udhëtojnë me këtë linjë të dalin ku të mundi në anë të rrugës për të ndaluar urbanin. Qytetarët jashtë kamerave shprehen se kanë jetën të rrezikuar në mënyrë të vazhdueshme, pasi makinat në këtë aks ecin me shpejtësi të madhe. Edhe pse linja e urbanëve të cilët kryejnë këtë shërbim ka kohë që ka nisur, duket se ende nuk është menduar për qytetarët të cilët rrugëtojnë për ditë në këtë qytet. Shërbimi urban në qytetin e Vlorës duket se është dubluar, duke qenë se janë futur në shërbime dhe linja të reja të një transporti privat urban, të azhurnuar në fakt nga Bashkia e Vlorës edhe që ka tentuar që të vinë në ndihmë qytetarëve. E megjithatë, edhe pse vetmja gjë që ka ndodhur është dublikimi i linjave të shërbimit urban, një tjetër problematike hasur është ajo e mungesës së stacioneve në rrugën Transballkanike, edhe pse të jetë e frekuentuar nga qytetarët, edhe një aks i cili është i një rëndësie të veçantë gjatë gjithë kësaj gjatësisë së rrugës, nuk gjen asnjë stacion të mirëfillt autobusi. Qytetarët presin ku të munden, ndërkohë që autobusët dhe shoferët e tyre ndalojnë ku të munden. Shërbimi ndaj qytetarëve nuk është ai i duhuri, por njëkohësisht edhe penalizohet qarkullimi rrugor, ndërsa shpeshherë bëhet shkak edhe për burim aksidentesh.